Është finalizuar operacioni I koduar arsti si rezultat I kontrolleve intensive për goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Është arrestuar një 55 vjeçar I dyshuar për kultivim të bimëve narkotike kanabis sativa në fshatin Arst. Njëkohësisht është proceduar penalisht kryeplaku I këtij fshati për shpërdorim detyre. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Puk si rezultat I kontrolleve intensive në terren dhe I hetimeve me metoda proaktive për evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve, finalizuan operacionin e koduar arsti. Gjatë operacionit në territorin e fshatit Arst u gjetën të kultivuara 130 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, të cilat u asgjësuan me djegje, përveç një pjese që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Si rezultat I këtij operacioni u arrestua shtetasi SN 55 vjeç banues në fshatin Arst, I dyshuar si autor I kultivimit të këtyre bimëve. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për kryeplakun e fshatit shtetasi në MK 60 vjeç për veprën penale shpërdorimi I detyrës. Kontrollet vjojnë në të gjithë territorin e qarkut Shkodër me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.